Vrasja tragjike e Ilaz Brahimit që ndodhi të dielën ka tronditur familjarët dhe miqtë e tij. Mes shumë mesazhe shëngushlimi, Hoxh Hasim Berisha ka ndarë një kujtim prekës nga biseda e tyre e fundit, duke lartësuar figurën e të ndjerit si një besimtar të devotshëm. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, Berisha ka treguar se Brahimi ishte nisur drejt vendlindjes me një qëllim fisnik, të festonte festën e Bajramit pranë nënës së tij. Hoxha ka kujtuar momentin kur Ilazi i kishte treguar arsyeën pse nuk mungonte asnjëherë në Kosovë gjatë festave. Me pikëllim morëm lajmin për vdekjen e Xhamatliut, vllait ton Ilaz Brahimi. Vdekja e tij na tronditi. Ai ka qenë një besimtar i devotshëm dhe një djalë shumë i mirë. Ditën para se të nisej për në Kosovë më tha: "Hoxh, çdo Bajram shkoj në Kosovë, vetëm për hir të nënës", ka shkruar Berisha. Berisha ka treguar se kohën e fundit e kishin kaluar së bashku në adhurim, pa e ditur se ajo do të ishte përshëndetja e tyre e fundit. Natën e Kadrit e kaluam së bashku deri në mëngjes, pastaj iku për të mos u takuar më me ne në këtë dynja. Zoti të mëshiroft Ilaz, Allahu na bashkoft në xhenetet e tij, ka shkruar ai.